Kuestora News ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur me parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Cikloni Islandës sjell kushte të paqëndrueshme në Europën Veriore dhe Britaninë e Madhe, ndërsa pjesa e Europës Qendrore do të paraqitet me vranësira. Pjesa e Ballkanit, brigjet e Egjeu dhe Europa Lindore do të dominohen nga moti i kthjellët dhe i ftohtë. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, moti do të jetë i kthjellët dhe i ftohtë gjatë gjithë ditës. Vranësira të pakta priten në mbasditë më të theksuara këto në verilindje të vendit dhe në juglindje të territorit shqiptar. Problem mbeten edhe gricat në akset rrugore. Temperaturat do të luhaten nga -8 deri në 12 gradë Celsius. Era fryn nga lindja me një shpejtësi 30 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare të ulët. Do të jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Europa do të jetë kryesisht e paqëndrueshme me rreshtje shiu e dëbore. Dëbor pritet edhe në pjesën e Europës Lindore dhe Gadishullin Apenin, ndërsa Gadishulli Iberik, pjesa e Ballkanit dhe Europa Perëndimore do të dominohen nga moti i kthjellët por shumë i ftohtë. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, moti pritet kryesisht me diell në zonat e ulta edhe në zonat bregdetare, ndërsa pasdite priten vranësira të shpeshta, por pa rreshje. Temperaturat do të luhaten nga -4 deri në 15 gradë Celsius. Era fryn nga veri perëndimi me një shpejtësi 30 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare një ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.